Ama reagimi i Dajës ishte i tepërt. Në vend që të përqendrohej tek ana sportive, ajo doli jashtë kuadrit të futbollit, duke ofendu, po e them kështu, të gjithë traditën shkodrane, dhe të arrijë deri aty sa të thuhet që Dinamo e mësoi vllaznin me lujt futboll. Kjo tash ishte e tepërt, ishte shumë e tepërt. Ne kemi pasur një rivalitet të shëndetshëm, të këndshëm me Dinamon, ishte kënaqësi kur lushe me Dinamon, e kam fjalën sikur Edi Martini, bas me stafin, me presidentin e me këto tjetër, çfarë do lloj pune që të kishin realizu, nuk do të kishte atë rezultat pozitiv që ka arrit pa dashje kjo deklaratë e Dajës. Domethënë është një veprim si thosh që sikur të dijej ky reaksion në Shkodër edhe brenda ekipit të vllaznisë, duhet porosit diçka e tillë që të ndodhi, domethënë diçka shumë pozitive për vllaznin.